Labi del fshehurazi nga shtëpia. E vërteta e videos që po thyen rrjetin. Rrjetet sociale kanë shpërthyer orët e fundit pas qarkullimit të disa pamjeve të pashpjegueshme që përfshin banorin e Big Brother VIP Kosova, Labinot Haxhiu. Ndërsa publiku pret ta shohë përmes kamerave 24 orëshe të shtëpisë, një video misterioze e shfaq Labin në një ambient krejtësisht tjetër, duke ngritur dyshime nëse rregullat e izolimit janë thyer në mënyrë drastike. Në këto pamje që po bëjnë xhiron e rrjetit, Labi shfaqet duke u larguar me shpejtësi dhe në fshehtësi të plot nga ambientet që ngjajnë me shtëpinë e famshme. Por ajo që e ka bërë situatën edhe më enigmatike është prania e Egzon Sahitit dhe një figurë tjetër shumë të njohur për ndjekësit e këtij formati, ish banorit Fitim Sulejmani. Në mes të errësirës dhe një atmosfere që ngjan me një plan të mirëfillt arratisjeje, Fitimi shihet duke i dhënë Labit disa udhëzime të fundit dhe këshilla strategjike mbi mënyrën se si duhet të luajë brenda shtëpisë. Ajo që ka tërhequr vëmendjen e fansave është reagimi i ftohtë dhe i prerë i Labit. Pavarësisht përpjekjeve të Fitimit për ta mentonuar dhe për t'i treguar sekretet e lojës, Labi shihet duke bërë një gjest refuzues. Me një lëvizje që tregon vetbesim të lartë, ai i bën të ditur ish banorit se nuk ka nevojë për ndihmën e askujt dhe se rrugtimi i tij do të jetë unik. Nuk u kam borxh asgjë, rrugën time di vet, duket se thot gjithë gestikulacioni i tij në ato momente tensioni. Ndonë se zyrtarisht çdo banor i Big Brother duhet të jetë izoluar, ky material ka ngritur një furtunë komentesh. A është kjo një strategji e mirë menduar për të manipuluar opinionin? A ekzistojnë momente kur banorët lejohen të dalin jashtë syrit të publikut? Apo mos vallë ky është një skenar i fshehtë që na paralajmëron për një pakt mes banorëve të rinj dhe atyre të vjetër? Edhe pse shumë dyshojnë se videoja mund të jetë regjistruar pak çaste para hyrjes zyrtare të Labit në shtëpi, mënyra se si ajo është montuar dhe koha kur u publikua, ka lënë shije misteri. Një gjë është e sigurt, Labi po di si ta mbajë vëmendjen te vetja, edhe kur nuk është para kamerave të shtëpisë.